Zoti avokat, pjesën që kreu i Partisë Demokratike zoti Sali Berisha e ka quajtur Altin Domanin avokat Jelena Gjokës. Po sepse Saliu është mësuar me shpifje. Domethënë shpifaraku më i madh në Europë është ai. Për më shumë do thosha unë, kaluar dhe Europë, se Europa s'merret, nuk ka të tillë, domethënë kështu që ti krahasosh. Po shpifaraku më i madh e merr megjithse Jelena Gjoka është nga më të pastërtat gjyqtare, një gjyqtare e cila duke respektuar ligjin dha ndaj Sali Berishës masën e sigurimit, ndaj tia, e çoi atje e ngjitin katin e 8, sepse zbatoi në mënyrë korrekte ligjin, dhe në raste të tilla, kur ndodh ty personalisht, domethënë, nëse ndaj merret një masë arresti e jep një gjyqtar konkret, unë nuk merrem dot me atë gjyqtar, se më vjen turp, se cili do që do të dëgjoj do thotë, pa më ka inat sepse e çoi atje. Kurse ai është i pacip, është i paturp, domethënë, ai sulmon, domethënë çdo drejtim. Edhe merret faktikisht me Irena Manekun. Po është edhe i pa burr në kuptimin e vërtet fjalës, nuk është as zakonor. Domethënë është një njeri bastard fare. Pse them unë bastard për Saliun? Sepse kur vajti të krijonte Partinë Demokratike në patos, atëherë patos nuk e qaste njeri e vëshëllenin dhe donin ta zinin me hu. Edhe donte të gjente një, domethënë që ta mbështeste që të krijohesh Partia Demokratike, sepse do të ndërtohesh pluralizmin në këtë vend. Dhe ky person, Sali Berisha, ju lutë, tha, kush është familja më me pesh, domethënë këtu në patos, që të më mbështesi mua në drejtim, edhe i thanë, më me pesh, thanë, është Hekuran Maneku këtu, i thanë. Hekuran Maneku ishte djali i Hekuran Maneku të parë, i cili ishte pro Fanolit, e mbrojti Fanolin me zjarr atere, bëri dhe kryengritjen e Fierit, e udhëhoqi ai kryengritjen e Fierit pro Fanolit, edhe qeverisë demokratike të Fanolit, Ahmet Zogu e vari në mes të Fierit, në litar, dhe ai e ka monumentin atje në patos nga më të mëdhenjit. Edhe i thanë, po kape familjen e Hekuranit e kenë rregull. Dhe kjo Irena që ishte fëmijë i vajti në shtëpi, Saliu i dha kafe në kjo Saliu atje në shtëpi. Shiko çfarë pa burrërie tani merret me vajzën e Hekuran Manekut, kur ajo është në ligj, është në detyrë, edhe po zbaton detyrën mirë. Pra këtë bësh me bastard të tillë dhe përjedhoj. Ky është pse Dumani s'ka që bën, sepse erdhën përgjigjet nga Greqia, që s'është e vërtet që është dënuar Gjakundin, s'është e vërtet që është shpallur non grata në Greqi, të gjitha e ka figurën e pastër, dhe pse Dumani domethënë nuk shpiv si Saliu, këtu e ka i tër hallin edhe i thot avokatja e Manekut. Dhe për turpin e botës, as Këshilli i Lartë gjyqësor i këtij vendi, as Këshilli i Lartë i prokurorisë, se po i preket Dumani, as shoqata e gjyqtarëve nuk ngrihen këta, e thonë, po ç'a bën ky bastard tash? Ky është pushtet, opozita është pushtet, ka qenë president i vendit, ka qenë kryeministër, si na i merr për këmbë ky neve? Këtë pushtet gjyqësor edhe këta prokurorët tanë, jo s'ngrihen ata. Pse? Po si Arkita, si Arkita u nxjerr dosjet edhe ata para Arkitës janë qep lepe peqe. A mendoni zoti avokat se Berisha e ka krijuar si pak dinasti këtë pjesë? Një pjesë të sistemit gjyqësor e ka në mbartësi ende sot. Pse? I mban me dosje, pse? I mban me korrupsionin që kanë bërë disa gjyqtarë dhe prokurorë dhe jo a di shumë mirë këto gjëra. Pse? Sepse i blen edhe sot. Ka parat jashtëzakonshme Sali Berisha. Sali Berisha sot lekë të thata edhe asete, jo për propagandë, domethënë nuk është propagandë. Le t'i futen këto organet ligjzbatuese, jo të Shqipërisë, që janë të vdekura, po ato ndërkombëtare dhe një pjesë e tyre është futur. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kur e shpallën non grata, e dinin fare mirë se çfarë potencë financiare kishte Sali Berisha, pa e konsideruan të rrezikshëm jo vetëm për Shqipërinë e demokracinë në Shqipëri, po deri dhe për Amerikën, sepse ata po mos kesh rrezikshmëri kundër Amerikës, nuk ta japin non gratën, e din që ai minimumi ka 14 miliard dollar që i xhiron, edhe i paguan çdo lloj gjë i paguan. Deri dhe ata militantë 30 sa i kanë ngelur tani atje që i vjen mbrapa tek e ashtu quajtura foltore. E qartë. Për pjesën e